Pas 2 vitesh, prokuroria e përgjithshme ka mbyllur verifikimin për gjyqtaren e posaçme Irena Gjoka dhe rezulton se ajo ka qenë dënuar në Greqi në vitin 2005 për falsifikim vize, dënim të cilin nuk e deklaroi në formularin e dekriminalizimit. Ky është përfundimi i prokurorisë së përgjithshme, e cila vetëm një ditë më parë ja ka kaluar rezultatet e verifikimit KLG-s. Tashmë do të jetë Këshilli i Lartë Gjyqësor që do të vendosë mbi fatin e Gjokës, si organi që duhet të vlerësojë nëse Gjoka është ose jo në kushte të ndalimit si gjyqtare sipas parashikimeve të ligjit të dekriminalizimit. Prokuroria e përgjithshme ka kaluar KLG-s vendimin autentik të dënimit të Gjokës së bashku me të edhe vendimin e autoriteteve greke për arkivimin e dënimit për shkak të mos ekzekutimit. Vendimi i arkivimit është marrë nga prokurori grek për shkak të mos ekzekutimit të dënimit të dhënë ndaj Gjokës. Gjyqtare Irena Gjoka ka qenë prej kohësh në sulmin e opozitës dhe kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha lidhur me këtë dënim nga autoritetet greke.